Në natën e Kadrit ndodhin 4 gjëra të mëdha. Nata e Kadrit ka 4 veçori ndryshe nga të gjithë netët e tjera. E para, nata e Kadrit është më e mirë se 1000 muaj, pra bëhet fjalë për 83 vite adhurime. Adhurimet që bëhen brenda kësaj nate janë më të vlefshme te Allahu se 83 vite, jo të barabarta, por më të vlefshme te Allahu i lartësuar. E dyta, në këtë natë zbret një numër aq i madh i melekëve sa e din vetëm Allahu i Madhërisëm, e në mesin e tyre zbret dhe vetë Gjibrili alayhis salam, të cilët të gjithë bashkë realizojnë dhe ekzekutojnë urdhrat e drejt për drejta të Allahut të Madhërisëm, por veçori e zbritës e melekëve është se bashkë me melekët zbret mëshira e Zotit, zbret begatia e Allahut, zbret mirësia e Allahut të Madhërisëm për të cilat ne kemi nevojë më shumë se kurrë. E treta, bëhet fjalë për bekimin. Është diçka e veçantë nga mirësia, sepse bekimi është mirësi me vete, është mirësia e mirësive. Për këtë Allahu i Madhërisëm e ka quajtur natën e Kadrit në Kur'anin famëlar Lejletun Mubarake, një natë e bekuar. Pra është një natë ku zbret Allahu bekimet. Veçoria e katërt është përcaktimi. Pra, në këtë natë të bekuar, në natën e Kadrit, Allahu i Madhërisëm përcakton për robërit e tij, për krijesat, se çfarë do të ngjas me ta deri në Ramazanin tjetër, deri në natën e Kadrit të vitit që do të vi më pas.